Natë meri në hotelin në Vlorë, 21 vjeçari nga Kosova, më zgjoi gruaja pam veç zjarë dhe tym. Luan Saliu, 21 vjeç, ja doli të shpëtonte flakëve që përfshin hotelin në lungomaren e Vlorës, duke u hedhur nga balkoni. Ai kërceu nga balkoni dhomës së tij në katin e dytë. I riu nga Lipjani thotë se ndodhej në gjumë, së bashku me bashkëshorten e cila e zgjoi e shqetësuar. Pamja para syve të tyre ishte po ajo që kanë treguar dhe pushues të tjerë, tym në korridor, ndërsa në balkon flak. 21 vjeçari nuk ka marrë lëndime nga djegjet, por vetëm nga një incident i vogël në momentin që është hedhur. Në gjendje të mirë është edhe bashkëshortja e tij. Jam nga Lipjani, ishim në gjumë, ora 3, gati 4. Kërcitje, e fejuara u zgjua e para më çoi mua nga gjumi se s'di çfarë ka ndodhur. U çuam të dilnim nga dera, ishte tym. Hyri tymi brenda, dolëm nga balkoni, ishte flak e tym. Kishte një mburoj, hipëm sipër saj dhe kërcyem poshtë. Sulënduam nga djegja, kur u hodha, rash në cep hekuri dhe vrava këmbën. Kam parë një familje me fëmijë të vegjël dhe një burr. Ishte dita e dytë në hotel, ka treguar ai.